Doktor, dëshiroj të pyes, a këshillohen prindrit me ju para se të shkojnë në pushime, apo mbasi të kthehen e kanë atë dilemën se kanë ndërprer pushimet ose me vazhdu? Fatmirësisht prindrit, sidomos po flasim për prindrit të rinj, cilëve kemi pak më shumë, do thot, në komunikime, janë shumë të kujdesshëm të prekupuar dhe përpara se të shkojnë në pushime, këshillohemi, vinë dhe bisedojmë dhe normalisht i rekomandojmë se çfarë ose si të jenë. Gjithmonë ne themi që duhet ta kenë një mini farmaci me veti ose një çantë të vogël me disa ilaçe të domosdoshme, duke filluar për atyre për prevenimin ose trajtimin e gjendje me temperaturë, nëse kemi vjellje, kemi brakëqitje, në një farë mënyre që të bëjmë ose të themi të fillojmë një trajtament, të fillojmë një gjendje, një sanim të gjendjes. Gjithmonë ju them se fatmirësisht tash mënyra dhe rrugë të komunikimit kudo që shkojmë në botë i kemi të lehta, kemi do thot rrjetet mundësi që të komunikojmë dhe ju them që çkado që fëmia ka temperaturë, ka vjellje, ka mbarkëqitje, është pak më i plagsh, mos e marrni me një herë vendim që të kthehen në të prishin pushimet. Po, se faktikisht atë s'ka kuptim në raseve që përgatiten dhe shkojnë dhe normalisht bëhet çasti. Kështu që primarisht të them, bisedojmë, komunikojmë, janë disa gjendje që ndoshta nuk është një farë mënyrë trajtmani përmes telefonit, por ndoshta këshillimi për gjendje të tilla, duke pasur parasysh se kryesisht i kemi virozat më të dominueshme, prandaj janë gjendje që kontrollojnë. Fatmirësisht shumica për këtyre gjendjeve nuk janë edhe shumë gjendje të rënda ose nuk manifestojnë ndonjë klinikë të rëndë, prandaj e bën që ndoshta ta kontrollojmë situatën dhe me disa këshilla përmes telefonit se çfarë të bëjmë ato ilaçe të cilat ne kemi rekomanduar që të marrin, ti përdorin dhe të shohim se si shkon. Por çfarë duhet të kemi më rëndësi ose çfarë duhet që prindërit të jenë më të vëmendshëm, në rast se gjendja nuk përmirësohet. Gjithmonë ju them që ndoshta për 3 ditë është mirë që ne të presim dhe të sanojmë një temperaturë të lehtë, një plagështinë ose një vjellje të kopaskëshme, mundohemi që të sanojmë me ato ilaçe, por në rast se më shumë se 3 ditë vazhdon gjendja me temperaturë, fëmiu po vjell, ka brakëqitje, nuk po shihet mirë, nuk po merr lëngje të mjaftueshme, fillon më plagështu, atëherë konsiderojmë që jemi në një situatë kur duhet të lajmërohemi në një institucion shëndetësor, qoftë më të afërt ose qoftë të kthehemi nga pushimi dhe të vazhdojmë një trajtament më adekuat për fushën.